është një moment që në çdo njerëz dikush duhet falënderohet më shumë se tjerë, e në vërtet për respekt jeni të tanë. Na në emër të shoqatës Sofra e Dukagjinit, në emër të miqve të mi Marianit dhe Buksanit, i kemi përgatitur disa mirënjohje, janë simbolike, por mirënjohja jonë për ju është e pafun. I kemi zgjedhur disa miq Sofrës Dukagjinit, disa burra të nderuar të Dukagjinit, që për 4 vite që vimën lodër na kanë mbështetur, na kanë suportue, ju rritë Zotin nerën, xhepin dhe lezetin. Na kanë përgatitur vetë mirënjohje, unë do të marr parën dhe ta lexoj, inshallah del si thamon. Shoqata Sofra e Dukagjinit i jep një mirënjohje Zotit Mhill Nuh Përbibaj. Me motivacionin, pjesëmarrja juaj në Sofrën e Dukagjinit është një nder, respekt dhe vlerësim për vendlinjen, traditën, trashëgiminë tonë kulturore. Ju jeni një mik i nderuar i aktiviteteve tona ndër vite, stafi i shoqatës Sofra e Dukagjinit ju vlerëson me këtë mirënjohje. Presidenti Buksan Zhuri, drejtuesi organizativ Marian Nërshtiqaj dhe të ftoj të vish ta marrë zotin e faleminderit. Edhe ne jena shumë mirënjohës, Zoti ta rrit nerën e burrimit. Cura e tepër si gjithmonë. Mirënjohja e dytë i jepet me motivacionin pjesëmarrja juaj në Sofrën e Dukagjinit është një respekt dhe vlerësim për vendlindjen, traditën dhe trashëgimin tonë kulturore. Ju jeni një mik i nderuar i aktiviteteve tona ndër vite. Ndaj stafi drejtues i shoqatës Sofra e Dukagjinit ju vlerëson me mirënjohje të veçantë. Dhe kjo mirënjohje i jepet Zotit Mark Lulashi nën Mavriq. Mark Lulashi Farners, hajde me dhe një mirënjohje sepse meriton ti dhe familja jote. Se treu, keni shumë të nderuar. Popull më të mirë vota vëra nuk ka se këta Dukagjinit sënde. Kjo është i nderuar me të respektuar me, jo prim Zoti marrë të jetën. Egzash faleminderit. Një mik i vjetër i Sofrës Dukagjinit, një mik i joni, një shok shkolle timi i vjetër, e ftoj Zotin Marash Kështeja me të njëjtin motivacion për të marrë një mirënjohje në emër të shoqatës Sofra e Dukagjinit. Faleminderit burri nderuar i shoshit. Mirënjohja rallës, po me të njëjtin motivacion, vlerësojmë çdo gjë që keni bërë për ne këto vite, për kontributin tuaj. Kjo mirënjohje i jepet grupit vallave shqiptare në Londër me koreografe zonjen Atifete Ekonomi. Një burri nderuar i Dukagjinit dhe i shalës, një mik i Sofrës Dukagjinit, e kemi vlerësuar me një mirënjohje me të njëjtin motivacion, Zotin Petrit Veshta. Më duket se nuk është të sonte, por ai meriton më shumë. Faleminderit. Mirënjohja rallës, po me të njëjtin motivacion, i jepet Zotit Gjavalin Troja. Mik i Sofrës Dukagjinit, një
patrioti imi, një burr i nderuar për ju që jetoni këtu në Londër dhe njohën shërbime të ndryshme, John Nick Zogu, faleminderit për mbështetjen që na ke marrë. Hajde John Zogu, hajde se na ke marrë në aeroport sa herë kena ardhur për cilë, se këto tjerat nuk i përmenin. Minjohen Rallës jepet po me të njëjtin motivacion, një mik i nderuar dhe shkon për zotin Valentin Tom Shala. Dhe në fund do të falenderojmë për mikpritjen në gjitha aktivitetet që kemi bërë këtu të sofrës Dukagjinit, pronarin e këtij ambientit, zotin Agron Shauri. Zoti Agron, të falenderojmë, nuk e di se ku jenë shërbim, por do ta përcjellim më vonë. Atëherë vazhdojmë programin. Faleminderit gjithëve ju, gjithë jeni për mirënjohje, por sot e kena ndërtuar vetëm këta. Faleminderit. Dhe mirënjohja e fundit, po jo nga rëndësia, po me të njëjtin motivacion i shkon zotit Francesc Ndërshtiqaj. Faleminderit. Atër mi broma krejtëve, jam kënaqur që e marrë këtë jush, edhe dy fjallë shkurt do me thonë, se në nga fisin Ndërshtiqaj jena moj gjithmonë për këto fjalimet e për këto. Jam kënaqur që sofra e Dukagjinit, ku ka tregu vitin e parë që të vinë këtu, jam një kënaqur sepse u kam tregu shokëve, miqve që janë nga rrethi i Kukshit, i Tropojës, i Mërdicës e tjerë, që ne bojmë kështu lloj organizimesh. Ne jena njerëz me këtë lloj kulture, me këtë lloj muzike, me këtë lloj këngësh, dhe ata sot janë shumë kënaqur dhe vinë marrin pjesëmarrje çdo vit dhe më pyesin kur do vinë, kur do bëhen sofra e Dukagjinit. Atëherë jam kënaqur që jam nga Dukagjini, nga Shala, i rujt Zotit tonë dhe urime sofra Dukagjinit. Faleminderit.